Komisioneri për mbrojtjen e të dhënave personale u ka tërhequr vërretje institucioneve për mosbatimin e plotë të ligjit. Në paraqitjen e gjetjeve mbi sjelljen e administratës dhe jo vetëm, shtoi detyrimin për respektimin e plotë të legjislacionit që e konsideroi në përputhje të plotë me BE. Ligji i parë i certifikuar 100% si përafruar me standardet e Bashkimit Evropian. Në tryez me përfaqësues të ministrive, por dhe institucioneve shtetërore, theksoi rëndësinë e punonjësit për mbrojtjen e të dhënave personale. Në punën tuaj ndesheni për ditë me përpunimin e dhëna biometrike, gjenetike apo të dhëna të tjera që konsiderohen sensitive. Mekanizmat e duhura për të zbatuar rregullat përfshirë dhe teknologjinë i cilësoi të jetë të rëndësishme. Pra, zbatimi i ligjit kërkon bashkëpunim institucional, investim në teknologji të sigurta, sepse koha në cilën jetojmë sot nuk mund të bëhet nga njëra anë pa burime njerëzore të specializuara, por nga ana tjetër edhe pa teknologji. Komisioneri u bën thirrje organeve ligjzbatuese që të bazohen plotësisht në legjislacion në përdorimin e databazave të qytetarëve. Këto nuk janë vetëm kërkesa procedurale, por nuk do të harrojmë asnjëherë që janë garanci reale për shtetasit tanë. Ligji për mbrojtjen e të dhënave personale u miratua në janar të vitit 2025 dhe parashikon garantimin e të drejtave dhe lirisë themelore të individëve.